mirëmbrëma të dashur miq, mirëmbrëma të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në orë të para të mëngjesit të ditës së sotme për të komentuar me patjetër rreth projektit më të ri që Mateo Bori solli natën e sonte në skenë. Kënga, një këngë e punuar me shumë dashuri, një këngë e punuar me shumë përkushtim, një projekt që në fakt mua më ka habitur, sinqerisht ka mbetur pa fjalë. Nuk e kam pritur, më besoni që nuk e kam pritur, që Mateo Bori, i cili nuk është ndonjë këngëtar, nuk ka lidhje me muzikën, të vi me një vokal të tillë, të vi me një plasje vokalistike në refren që realisht mua më ka mahnitur dhe më ka pasionuar. Gjatë gjithë ditës, ditën e sotme, kam komentuar talentin e Mateos në art. Do me thënë, Mateo është talent shumë dimensional. Përpos dëshirës së madhe për të qenë pjesë e emisioneve të tipit, do me thënë, Top Arena, përputhen që ka qenë më herët, që ishte në gjendje, do me thënë, të dhuron një show të papar, një spektakël të papar, të emisionit She's on Top, ku Mateo në fakt është në qendër të vëmendjes. Mateo tregoi që ka një shpirt aq të madh artistik që dihet t'i dhuron publikut emocione të ndryshme në disa dimensione, në disa formate. Mateo ka pushtuar ekranin televiziv. Do me thënë, Top Channel-i është rikthyer komplet në Mateo. Mateo përfolet kudo, Mateo komentohet kudo, ka një interes të jashtëzakonshëm për Mateon dhe siç duket Top Channel-i e pati dhuratën të çmuar Mateo Borin nga ky Big Brother. Këngën e dëgjova me detaje. Ishte një këngë jashtëzakonisht e ndjerë, i flente jashtëzakonisht shumë vokalit të Mateos. Në fakt kjo këngë më ka kthyer tek ato festivalet e famshme të këngës magjike, apo do të rikthehemi te Top Festi, do me thënë një art i punuar me shumë përkushtim, nga kelli që çuditërisht në ditët ku ne jetojmë, do me thënë nga muzika që po prodhohet nga artistët, nuk është se vjen një art i tillë. Kur i këndon dashurisë, ti këndosh dashurisë, duhet t'i këndon shpirti, jo zëri. Dhe unë pash një Mateo sonte që i këndonte dashurisë. Dhe atë i këndonte me shpirt, do me thënë me gjithë qënjen e tij i këndonte dashurisë. Një projekt që Mateo ishte shumë i përkushtuar, një këngë e cila videoklipi u bë në Top Arena, e kam thënë që kjo do t'ishte dedikim për Top Arenën, dhe siç duket, Mateo ka lënë pa fjalë të gjithë fansat, sepse mbështetja ka qenë e jashtëzakonshme. Ka patur pikpyetje që Mateo këtë këngën e ka patur dedikim, e ka bërë dedikim për Brikenën, është një dedikim i madh ky, etj etj. Tani çdo këngë dashurie apo çdo projekt muzikor në thelb është një farë dedikimi. Do me thënë i dedikohet dikujt, bëhet për dikë. Por mua me thënë të drejtën, nuk më duket në asnjë mënyrë ky projekt që është i dedikuar për Brikenën. Ka copëza të historisë së tyre, ka pjesë të historisë së dashurisë, por mendoj që kjo këngë është aq e thellë, me patjetër që është motivuar nga historia vet Mateo, por është aq e thellë si këngë, saqë mendja, pasi që të gjithë i prekën, sepse nuk ka njeri që nuk e ka një person që do larg, e ndjen në shpirt dhe ndoshta në këtë këngë e gjen veten përfshihet brenda në këngë, edhe mund të duket si një lloj dedikimi. Mateo tha që është dedikim për dashurinë. Ai nuk e citoi se cilën dashuri, por më besoni që nuk është dedikim për dashurinë e tij, se marrëdhënia është shumë e mirë. Nuk dua të komentoj marrëdhënien, dua të komentoj këngën. Mateo si këngëtar, në qoftë se do të më pyesnin Tiron si e vlerëson Mateon si këngëtar, unë jam mahnitur me talentin e Mateos, me patjetër e vlerësoj me 10, interpretimi ishte jashtëzakonshëm, qëndrimi skenik tipik artist,
ajo ndjenja që Mateo e dha te publiku, do me thënë ai emocioni Mateo e përçoi krejtësisht, dhe unë mendoj që Mateo nga kjo këngë do të frymëzohet dhe do të jetë edhe më i suksesshëm në projekte të tjera. Disa më kanë thënë që Ed Manushi është duke e përdorur. Tani ne besojmë që çdo medalje i ka dy anë. Dhe në këtë rast, medalja e Mateos është tepër e fituar. Tani Ed Manushi është më se normale që ta përdorën Mateo Borin për interesin e misionit të tij, do me thënë ka strategjinë e bukur, kanë formën e marketingut interesant për ta shitur marketingun e tyre, për ta shitur, materialin e tyre, por mua nuk më duke që përdorën Mateon, por më duke që Mateo këtë mundësinë për të qenë pjesë e një media kaq gjigande dhe për të qenë në qendër të vëmendjes, e ka një dhuratë shumë të çmuar në jetë që unë mendoj që Mateo, i cili dihet i menaxhon këto situata, e menaxhon bukur dhe këtë dhuratën e cila i ka ardhur. Thjesht kënga me patjetër që rrit nivelin e Top Arenës, sepse të gjithë jemi të fokusuar te Top Arena, ta dëgjojmë Mateon për këngën, ta dëgjojmë Mateon se çfarë do thotë për Brikin, do me thënë Top Arena ka ditur ta shet materialin e tyre, por mendoj që është edhe një favor shumë i mirë për Mateon, sepse Mateo në këtë pjesë tregon dimensionet të tij, tregon talentet të tij që ndoshta nuk kishte mundësi që t'i tregonte më herët. Unë me thënë drejtën, nuk kam besuar që Mateo është deri në këtë nivelin të këngëtarit, të artistit. Sa bukur do t'ishte në qoftë se Mateo krijonte një grup të këngëve që shqiptarët do të mbështesnin me shumë dashuri edhe në për koncerte Mateo Borin, që në qoftë se vazhdon, mendoj që do të jetë pjesë e të gjitha koncerteve. Unë mendoj që Mateo do ta vazhdon këtë rrugtim, sepse kënga është dashuri më vete. Ai tani do të dashurohet te kjo balada, do të kërkon të bëjë një balad tjetër, një tjetër, dhe ja ku Mateo doli këngëtar dhe tregoi atë anën e tij artistike. Kënga ishte shumë e bukur, teksti ishte tepër i ndjerë, një tekst shumë i qelluar, do të thënë një tekst që brenda saj mbarte një mesazh të fortë, ashtu siç unë e kam thënë ditë me radhë. Patjetër që videoklipi i cili u realizua kësaj kënge në mënyrë të mrekullueshme ishte një videoklip fantastik, tërheqës dhe shumë i dashur për një audiencë të gjerë, dhe mendoj që Mateo arriti që të merr atë të cilën ai luftonte, ëndronte, por nuk e kërkonte me se s'bën. Do të thënë, Zoti në jetë t'i jep ato gjëra të cilat ti do t'i marrësh, por do me thënë nuk i ke se me se s'bën. Janë gjëra të cilat ti pret avash, të paktën kështu unë e perceptoj jetën dhe kështu e shoh jetën. Dua të marr mendimin tuaj se si ju e keni dëgjuar këngën e Mateos, çfarë keni arritur të kuptoni nga kjo këngë, për të vazhduar në orën 13 mbi komentimin se përse Prikena vendosi që të luajë në këtë formë.